Nela Qirko Balluku, motra e Rahmetlie Ballukut. Se tani e tutje, si që shënova djerë në një status, Lubie Balluku do të quhet Rahmetlie Balluku. Po, tani këtu ka një gjë të tmerrshme. Cila është gjëja? Jo sa ato janë motra, jo. Por se vetorët marrin licencat e avokatërve dhe në stilin e Rakipi ata do të shkatrojnë përfundimisht të gjithë shërbimin e avokatisë, masi janë të vetmit që i kanë pengë gjykatësit, prokurorët, dhe është absolutisht drejtësia e konfliktit interesit. Nuk them se ajo motër, pse është motër, s'mund tjetë avokate, se ligji e lejon, duhet jetë, por sepse është platforma e mafiozit më të shpifur, më të rrezikshëm në sistemin e drejtësisë, patroni i Altin Troplinit që e ka emrin Arben Rakipi. Çfarë bën Arben Rakipi? Arben Rakipi është drejtor i shkollës magjistraturës. Ndërkohë ka studion e avokatisë. Dhe shkon tani tek nxënësit e tij që mbarojnë dhe u pret gjobat, të kam vu kaq, të kam kaluar kaq, të kam bërë këto, të kam bërë ato, dhe ky s'ka akt më të shëmtuar, s'ka dëshmi më flagrante të një drejtësie të konfliktit interesit. Rakipi ishte vetëm një. Tani keni lukunin e vetorve, që janë, imagjinoni ju një famoze Genta Bunga,